shkojmë tek e ardhmja jonë. Wow, sa bukur, çfarë pamje kjo që po na sjell tani kamera së bashku me Afërditën në këtë ambient. Koncentrim i fëmijëve. Sa serioz. Në shkollën model fëmijët veç kanë filluar. Di, nuk jam kush e di sa e mirë, po di, po. Aty jam dhe unë, nuk jam kush e di sa mirë. Ama unë ta bëj matë. Okej, mirë. Unë të lejoj se jeni mbretëresh. Dhe me rujtë si sytë e ballit mbretëresh. Patjetër. Kemi tani një mbretëresh tjetër, një kolege tonën atje që është veshur shumë bukur, komplimente. Dhe po duket bukur sot Afërdita, ndoshta energjinë e mirë po ja japin edhe fëmijët aty përreth. Këta fëmijë të cilët veç e kanë fillu lojën e shahut, por sa e shpesht është kjo lojë e shahut? A është kjo aktivitet që duhet me u bë funksional edhe në shkolla tjera? Një mësimi në ditë për këto as që mundesh me thënë, për shembull, s'kemi kushte, s'kemi kabinete, mundesh në klasë me bë, një lanë për shembull ka mësim zgjedhor. Nisha i vogël. Nisha 1 euro, 5 euro, 10 euro, por e rëndësishme është me u apliku. Dhe jo vetëm shahu, ka dhe shumë aktivitete tjera të cilët i bëjnë fëmijët që të krijojnë vetbesim më të madh. Linjën po e kalojmë tani te Afërdita. Po, Merita dhe Maxi, unë jam në shkollën Qamil Batalli, ose ndryshe të njohur si shkolla model. Jam në mesin e nxënësve të klaseve nga e 2-ta deri te e 5-ta, e në këtë klasë janë edhe profesorët e edukatës fizike, të cilët i ushtrojnë dhe i mësojnë këta fëmijë të luajnë shah, kështu që po e fillojmë me mësimdhënësit e më pas do të ndalim edhe tek fëmijët, kështu që po futem këtu në këtë mes. Përshëndetje, kush i ka meritat më të mëdhaja për shkakun? Meritat i kemi bashkë, sepse bashkë punojmë, bashkë unë arsimtari Osman dhe bashkë me arsimtarin Shpetim Shola. Po meritat më të mëdha janë nxënësve, se krejt meritat atribuohen te nxënësit, se falë aktiviteti tyre të cilën e kanë ekstrakurikular, domethënë orët që i marrin shtesë këtu tek ne në sportin e shahut ose në lojën e shahut, më mirë me thonë, interesimi i tyre është shumë i madh. Vazhdon me kanë i madh dhe vazhdon. Përkundër se shkolla joni posedon vetëm 5 tabela shahu, këta gjithë sa bisheni këta tjerë, këtë çajën kanë marrë me vete. Shahat me vete se kanë interesim shumë të madh për lojën e shahut. E dojnë çka ka shumë përgjithësi lojnat ato këtu në cilat identifikohen si lojnat më të vjetra, kisha me thonë, është interesimi shumë më i madh. Mbase është lojë e vjetër, por ka përfitime të jashtëzakonshme. Të jashtëzakonshme. Ne kemi filluar shkak që me rrit përqendrimin e fëmijëve në për orë mësimore, në për aktivitete, se shoh përpos që na mëson me mendu pak më gjatë, në mëson që me konë përqendrum të loja dhe me konë gati për mi bë lëvizjet e ndryshme. Me mësu një lëvizje më herët, po edhe 3 lëvizjet para çfarë kemi me bë. Edhe kjo e mundson edhe rrit përqendrimin shumë të fëmijët. Ne po i shohim nxënësit janë shumë të koncentruar, ndërsa unë dua të flas edhe sa i të kalojmë pak që ti kemi fëmijët prapa, edhe tek arsimtari tjetër i edukatës fizike. Ju kanë falendëruar mësuesit arsimtari Shpëtim që fëmijët janë më të koncentruar në orët e mësimit? Po, kuptohet se loja e shahut çdo herë duhet me qenë i koncentruar dhe kjo ja mundson fëmijëve që sa do pak të koncentrohen në diçka ku që dim ne që ta shkohet e fundit sipas hulumtimeve që fëmijët janë duke humbur koncentrimin. Kjo janë sidomos telefoni që po ndikon shumë, lojrat nëpër internet dhe na jemi munduar që kemi gjetë këtë formën e shahut që sa do pak të tentojmë që fëmijët të koncentrohen dhe të fillojnë që këta të praktikojnë edhe gjatë orës mësimore. Është orë obligative apo është pjesëmarrja vullnetare? Jo, kjo është ekstrakurrikulare. Na tentojmë që me i përcaktu fëmijën, kjo nuk është në orë që është në sistemin e mësimit. Duhet të ishte obligative ora e shahut, me që është me përfitime të mëdha? Po, mendoj që po, duke i përfitime që i kanë, besoj që duhet të jetë ora e shahut. Dhe si që tha edhe arsimtari Osman, pra meritat u takojnë fëmijëve, unë dua të ndalem tek disa fëmijë, më pas sigurisht do t'i rikthehemi bashkë bisedimit bashkë edhe me mësimdhënësit, e që mbase janë më meritorë sepse kanë iniciuar lojën e shahut të praktikohet në shkollën Qamil Batalli, e ndryshe e njohur si shkolla model, sepse kështu e njohin të gjithë këtu në Prishtinë. Përshëndetje. Pra, kemi 2 fshat të ndryshëm,
kemi 2 vajza dhe 2 djemë dhe sigurisht tashmë ju e luani lojën e shahut me pasion. Po, e vërtetë, shumë e vërtetë. Që sa ke filluar të ndjekësh orët e mësimit të shahut? Që 2 orë, që 2 vetë. Që 2 vite? Po. Edhe pse të pëlqen kaq shumë loja e shahut? Mu më pëlqen loja e shahut se ka shumë lidhje me inteligjencën, edhe me qëndrimin, me kështu që ku më lut armiku jët. Po më kundërshtari, Po, kundërshtare. Sigurisht se në lojë nuk ka armiq, ka kundërshtar, ka garues të cilët sigurisht e kanë të njëjtin qëllim për të fituar. Kemi edhe një apo sa i të ndalim të kjo vajza këtu, pastaj dalim tek kundërshtarët. Përshëndetje, si është emri yt? Anita. Anita, je duke zhvilluar këtë lojë me shoqën tënde e cila ka emrin? Iona. Dhe ju gjithmonë jeni bashkë apo ndroheni kundërshtarët? Ka janë ndrum, ka janë nga bashkë. Je mirë në lojën e shahut? Po, shumë mirë, sepse në shahut ne mirë më fitura diçka, më la me lytë për të ditë se kënaqet. Shahun e ki sjell nga shtëpia, është i joti apo i shoqës? I shoqës nuk është ashtë jami, nuk është. As i shoqës, as i joti, por këtu sigurisht që zhvilloni lojën. Kush është duke fituar tani për tani? Kush na e përsi? Shoqja eme. Shoqja jote, të kthehem te shoqja jote, të flasim, pra është një sport që mund ta luajnë edhe vajzat edhe djemt, nuk ka kufizime, është shahu, pra është një ndër lojrat që promovon edhe barazinë gjinore. Si ishte emri yt edhe një herë më thuaj se harrova. Jona Hasdio. Dhe shoqja jote tha që je duke dominuar në lojë. Po, më ka mësuar mami që 3 vite, edhe pastaj edhe shoqet jam duke i mësuar. Ndërsa, si kalori me mësimdhënësit? Edhe kur ju kanë propozuar që të vini të mësoni lojën e shahut, ke thënë një herë po? Po, kam thënë një herë po, sepse kam mujtër edhe me zhvillu mendjen time. Pra të kanë ndihmuar edhe në mendjen tënde, ndërsa dua të ndalem edhe tek ky djali këtu. Ju e rikthyet lojën prej fillimit, po më duket, ndroat. Po. Ti sapo fitove. Mërzitesh kur shoku ose shoqja jote fiton lojën apo është vetëm një mësim i ri? Jo, në nuk mërzitem se të gjithë jemi shoqe shoqe dhe na veç po dojna mu kënaqe dhe me lume njëri tjetrin. Sa lojë i zhvilloni brenda një ore? Varet se për shembull në klasë normale na të mësu nuk mujna, në pauza shumicën e kohës na tu e zhvillu ndonjë lojë se janë pauza 10 minuta për me mujt me zhvillu, edhe kur edhe kështu kur jena drejt që është pauza 50 minuta. Çdo hapësirë kohore shfrytëzoni për të luajtur shah? Gati se cilën për ty në. Ka ndihmuar më shumë në koncentrim ose të harrosh telefonin, që ndrosh më shumë duke luajtur shah se sa në telefon? Po, mu shumë ka ndihmu shumë me koncentrim, edhe jam diqysh ndihem ma mirë kur luaj shah, edhe më relakson. Dhe sigurisht përveç lojës praktike ju krijoni edhe projekte në kuadër të orëve që i mbani këtë shahut, apo jo? Unë e shoh diçka që keni aty të mbështjellur në letër, çfarë është kjo? Është një projekt të ftohtë, është historia e shahut. Okej, domethënë ju mësoni edhe për historinë e shahut. Shkurt mund ta thuash cila është historia e shahut? Kaloj tek ti. Shahu u zbulu në Indi në që 1500 vjet. Për para, shahu nuk u këthu, shahu u që qaturunga. Ju vetëm se mësoni të luani shah, mësoni edhe për historinë e shahut, sigurisht informacionet janë duke i mësuar edhe shikuesit tanë, por lojën e shahut e mësoni sigurisht e bartni edhe tek shokët e shoqit e tjerë që i keni jo vetëm në klasë, në shkollë, por edhe në familje, në rrethin tuaj familjar. Cila do të ishte porosia jote për shokët dhe shoqet, fëmijët e tjerë, sepse duhet luajnë shah? Okej. Ju ku luni shah, e që nuk fitoni gjithmonë, mos dërzoni se gjithmonë mundesh me ushtru çdo ditë mu bë më mirë për krejtëve. Pra, mëson disiplinën. Edhe të bësh më i fortë, më i qëndrueshëm emocionalisht dhe mos bësh i hidhëruar kur humb. Unë nuk bëna i hidhëruar kur hupe, se nuk kam arsye se ka njëherë është një lojë fair, nuk është
ku hupti me honë kështë, sho është një lojë veç në bazë koncentrimit edhe në bazë inteligencës të njeriut. Faleminderit shumë, sigurisht që gjithë fëmijët janë të interesuar të flasin, por shkurt do të ndalem edhe tek ky çuni këtu me të cilin biseduam paraprakisht. Çfarë ket për të na thënë tani? Ke diçka të shkruar në letër? Po, unë kam këtë shkrim letër, e kom shkru vetë dhe nëse kam mundësi mi au shpjegu edhe se... Shkurt, sepse minutat po na ecin. Okej. Sho është një lojë ndjone e krijuar në shekullin e 6, dhe me thonë në vitet e 600-ta. Ajo, në vitet e porat shoh të shoh Qatarunga. Një fakt interesant për shohën është se deri në vitin 1475 të shohu u ordhë në Evropë, mbretëresha në shoh kanë figura më e dobët që ku shku veç një herë për para. Po kur ordhë në Evropë në vitet 1475 dhe në vitet 1500, atëherë tani u bo mbretëresha figura më e fortë edhe mund me bo shumë lëvizje. Faleminderit shumë, ndërsa aty cila lëvizje të pëlqen më shumë? Mu më pëlqen lëvizja kolit edhe mbretëreshës. Faleminderit shumë, uroj që gjithmonë t'jesh mbret në lojën e shoh. Dua t'i kthejmë edhe një herë bashkëbisedimit me arsimtarët e edukatës fizike, të cilët kanë marrur pra këtë iniciativë dhe lojën e shoh ta kthejnë në diçka atraktive për nxënësit e shkollës model, por sigurisht edhe të kenë përfitime të jashtëzakonshme. Pra, shoh ndihmon në koncentrim, në kujtesë, në zhvillimin mos harruhet, pra të zhvillohet kujtesa, por edhe logjika gjithashtu. Kështu që, cilat kanë qenë arsyet kryesore që ju vendosët t'i mbledhni këta fëmijë dhe ta aplikoni lojën e shohut ose ta u mësoni? Koha të mësimit tërditor, fëmijët e kanë edhe kohën e drekës. Koha e drekës zakonisht është këta 50 minuta. Mirë për këta fëmijët prej gëzimit edhe prej aty në ushimin e përfundojmë për 10 deri 15 minuta. Ata kohën tjetër e mbetër e shfrytëzojnë këtë, me aktivitetet e tjera kemi vendosur me sham, ja mësu si lojë rekreative, lojë që arrit koncentrimin, kemi po që i ka përmirësu, edhe tani pauzat e tyre, cilat i kanë pas në ndërmjet mësimeve, këta i kanë shfrytëzuar gjithë herë të luajtur lojën e shohut, edhe ju kanë ndihmuar shumë për me zhvilluar lojën e shohut, por edhe i kanë ndihmuar shumë me kon më të koncentruar, edhe me pas në mbarvotje më të mirë mësimin e tyre në klasat e tyre. Numri i nxënësve të interesuar është në rritje çdo ditë? Po, zakonisht çdo herë është duke rritje, por na çdo herë jemi duke shkuar në mundësi dhe çdo herë shkojnë çdo 2-3 muaj, zakonisht i marrim edhe nxënësa të tjerë. Nuk kufizohemi vetëm me disa nxënësa. Jemi duke tentuar të përfshijmë gjitha nxënës duke filluar nga klasa e 2 deri në klasën e 5. Për shkak që është edhe numri i madh i nxënësve dhe jemi duke tentuar që çdo herë të jenë krejt përfshirë. Jeni lojtar të mirë të shohut, ju të dy me që jeni iniciator mbase? Po, edhe ne kemi mësuar shohun kur kemi qenë të vogël dhe zakonisht kemi filluar ta praktikojmë. Zërë praktikojmë, dënjerë kur kemi hapësinë e lujna ndërmjet edhe ne si kolegë, po zakonisht kanë qefë edhe me nxënësa e lujna për shkak se ja rrit motivin, kanë i lejojnë edhe këta me fitu vetë besimin edhe me shiku që edhe këta kanë mundësin të armë, ndoshta me qenë ndonjë prej tyre dhe ndonjë shahis të i mirë që mund të me na paraqisu se shkollë po edhe se shtet. Nga ajo që shifni keni parë, pra, ka nxënës që do t'jenë shahis të mirë? Po, është një nxënës që është në klasën e 2 që do të kur kum lujt tonë më ka lënë pa se ka ditë shumë informacion, edhe rreth shahut po edhe ka ditë që me lujtça. Do të ka ditë çdo herë taktikisht edhe çdo herë ka qenë i koncentruar, çdo herë që në taktik kom tentu me lujta çdo herë ka kuptu. Kështu që pra i presin ditë mira këta shahis të vegjël. Po shpesim që po. Ndërsa nga regjia më thonë që kanë ideal me emrin Art, këtu që qenë dhe lojtari mirë mbase, tek po insistojnë. Cili është Arti? Arti a del këtu që të shofi më mirë fytyrën? Arti vetëm mbase pas kalojnë në përfundim e sipër. Arti edhe ti po luan sha? Po. Edhe pse ke vendosur t'jesh pjesë e kësaj klase? Më pëlqen shohu dhe është diçysh atraktiv edhe për këtë arsye kum pas qef më kam pjesë e kësaj klase me lujt shah. Me cilin nga shokët dhe shoqet ke dëshirë të luash më shumë, pra cili të sfidon më fort
është lojtari më i mirë për ty dhe ti ke dëshirë që gjithsesi zhvillosh lojmet e? Unë gati për çdo orë të shohut, unë luaj edhe me këtë shokën edhe me atë djalin atje, se ai djali pak a shumë edhe më nimën, se unë kam ditë ama e kom harruar se s'kam luajtur që sha dhe ka njëherë më nimën, po tash e kom mësu. Në shtëpi, luan sha me prindërit? Po. Je më i forti apo ata në sha? Ka njëherë edhe une se den që me thonë, ma pranojnë pak adin edhe fiturën dyqysh. Adin me posë mund... që lëshojnë peja ata për ty? Po. Nuk besoj, nuk besoj. Kër kom qenë ma i vogël, po, ata shtin nuk e di, veç une ka njëherë edhe i mujtë. Do më thonë je përforcuar tashmë. Sa vite po bëhen që ti je pjesë e klasës së shahut? Tash frek këtë kam ardhë, edhe po më pëlqen shumë atraktive është loja. Unë të sugjeroj që sot zhvillosh një lojë me prindrit e tu, me nënën. Kush është më i fort, nëna apo babai në shah? Babi më shumë. Babi më i fort? Sot duhesh të tregohesh, jo ta falësh babin. As mos mendosh që po të falë ai ty, por ti je shumë i koncentruar dhe ta fitosh lojën. Po sepse shohu nuk ka as mas me lëshu pas ju, do të veç me fitu, me këqyr me fitu. Jo me ja u lëshu. Faleminderit Arti shumë, unë uroj t'jesh i ardh edhe në shah, nëse veç vendos ndonjëherë t'jesh pjesë e garave, qoftë në nivel shkolle, komune apo edhe vendi e jashtë vendi. Faleminderit shumë, uroj shumë gjithë këta fëmijë, ndërsa dua ta përmbyll këtë bashkëbisedim edhe një herë me profesorët, profesor Osmanin e kam këtu, ndërsa si ishte emri profesorit tjetër, se me shpëtimit, se që me ikum nga mendja, arsimtari shpëtim? Është kaq i koncentruar arsimtari shpëtim sa kanë kërkuar sigurisht nxënësit ndihmë nga ai. Dua ta përfundojmë këtu me një mesazh të përbashkët për të gjithë, jo vetëm nxënësit, por gjithë mësimdhënësit dhe shkollat, se nga asgjë ndonjëherë mund të bësh shumë dhe nuk duhet të presim gjithmonë të na vinë kushtet ideale për të aplikuar apo krijuar mundësi të reja për fëmijët. Po, zakonisht, zërë na nuk do të me pritë kushtet, na do të sipas rrethonave që kemi me i ofru kushtet fëmijëve, që ata me bon për shembull sportin e shahut ose një sport tjetër, që na është shumë të arsyeshme që është për të mirën e nxënësve. Dhe çdo herë që shtojnë, na do të me punu për shtetin, jo shteti për neve. Kështu që të gjithë nga pak bëhet shumë, sigurisht që një mesazh ka edhe. Po, mirënim sa ma shumë aktivitete me lojna ndryshme, me aktivitete fizike, sidomos me lojna autoktone, mos t'i harrojna që të lojnat më të vjetra, se që ato në rritin pak ma shumë inteligencë, dhe të largohemi pak prej teknologjisë, se teknologjia me një farë forme për na mbërthen, për na... Ka dhe lojra të tjera veçanërisht shqiptare që aplikohen në shkollën model për të mos u harruar me që përmendët? Për momentin jo, veç kemi me fillu me zbatu edhe lojnat e vjetra. Lojnat që kemi pas ma heret edhe, qysh me thonë edhe lojnat e odave, ato lojnat taman... Kapuqave, se shmë kujtua. E ashtë kemi me fillu me zbatu edhe ato lojna. A premtoni që do të naftoni, jam shumë kurrështare me pa nëse filloni edhe me lojrat e vjetra tradicionale shqiptare. Jeni të mirë pritën çdo herë në aktivitetet tona, në orët edukatës fizike si orë shtesë, gjithë herë jeni të mirë pritën në shkollat tona. Ne kemi mjoftu edhe kemi më tregu kur kemi më fillu me to, atëherë mbetet më pa publik nga ana juaj, por edhe nga ana jonë që do ta realizojmë këtë takim të përbashkët. Shpresojmë se po, shumë shpejt kemi më fillu me realizu dhe këtë takim. Faleminderit shumë, edhe sigurisht që na duhen mësimdhënës të tillë, mësimdhënës të rinj, të cilët përcjellin edukim dhe mësimdhënie sigurisht në hap me kohën, por duke mos harruar edhe gjërat e kaluara, dhe gjithmonë të nxjerrin më të mirën dhe të aplikojnë më të mirën në ato kushtet në të cilat ata munden. Pra, jo gjithmonë duhet të presim kushtet ideale për të realizuar gjëra të bukura. Dhe këtu po përfundoj këtë bashkëbisedim nga shkolla Qamil Batalli dhe shkolla model, dhe në këtë atmosferë të mrekullueshme me këta shahis të rinj.
Natyrisht edhe të ne sollët atmosferë të këndshme, Po je që je aty, Afrodita bëj një lojë shall. Nuk e pyetëm një shahin Afroditas, nuk e dëgjova. Në ka iku, po me siguri është e përqendruar, por besoj se këta fëmijë kaq të zgjuar, e pesi tha njëri duhet përqendrim, tha, dhe duhet edhe kështu koncentrim, një patjetër. Afroditën e kemi, na ka dëgju. Po ja. Deshet më pyesësh diçka, Maksi? Po, ishte për shahun, do me thënë, sa a e një shahun, a e mësove në një figurë? A e një shamat se ti? Kam luajtur. A e lëvizin do i pion nga vendi? Maksim, ky takim me fëmijët, Po? Ky takim me fëmijët më ktheu në fëmijërinë time, sepse unë dikur luaja sha me babain tim, kështu që vërtet e përjetova dhe njoh shumë mirë lëvizjet në shah. Di. Mere një shahë me vete, Afrodite, dhe kur të vesh e luajnë bash një lojë. Nuk po e marrë, por po e blej. Po, nuk tash mere, bleje. Kështu që do ta marr rrugës. Faleminderit shumë, të përshëndesjem, faleminderit shumë.